Shiko, Zvëneci është një nga problematikat, por edhe problematikë themelore, se ka të bëj pikërisht me pronën. Ne kemi prona nuk ka shkuar ke i Zoti dhe në 35 vite pronën ti e ke burim konflikti. Dhe tashmë ti e kupton pse ligji 7501 u vu në zbatim, pse prona nuk shkoi tek i Zoti, pikërisht që kemi pasurimin e një grushti njerëzish, të një klase politike të korruptuar, që e përdor pronën edhe për interesat e saj për të pasuruar, por edhe për të ruajtur pushtetin. Prona këtu, Katerina, është trajtuar si plaç tregu, ndaj dhe ka problemet, pavarësisht ngjyrimeve që jep kryeministri apo opozita. Është prona. Prona është thelbi i konfliktit. Edhe atje në Zvënec ku lindi, pronarët legjitim ankohen që prona tyre është rrëmbyer, është jetërsuar. Pra, kjo është ajo që ka ngritur qytetarët, sepse Zvëneci është i ngjashëm me Thethin, me Rjollin, me Teatrin Kombëtar, me gjithçka. Po, kam edhe një mendim tjetër, zënë Karabina, që një tjetër arsye, pra përveç çështjes së pronës, pa diskutime dhe mbrojtjes së mjedisit, po e quaj ajo shkëndia që e solli të gjithë reagimin e qytetarëve, kam përshtypjen që erdhi pikërisht pas incidentit të ndodhur ose më konkretisht pas dhunës